Shikues të nderuar gjithë ju që ketë me neve, besoj që u ndot kënaqur me përgjigjet edhe me pyetjet e mia. Kryeministri shumë i sinqert. E ju që e lëshu tash televizorin, ktheni nga kanali jon se keni çka me kqyr një kryeministër i cili është më të lirisht kohën që ka shumë zonë, nuk mundet me kohën edhe për shumë emisione tjera, po më ka respektu, faleminderit shumë që ke ardhur. Atëherë jena me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi. Faleminderit shumë. Zoti kryeministër. Urdhani. Shish pendini? Mirë? Mirë shumë. Hera parë këtë emision apo? Në fakt është hera parë me ju. Po. Para ju jam konë me dikun tjetër, po tash është hera parë me vërtet emision shumë i shkëlqyeshëm. Po, unë kam djalin tash 16 vjet edhe është në shkollë pash një ditë tha, "Na unë brese ti po rrin me këta." Apo mëson ai? Po, mirë. Normal që kemë rrit rrogat. Faleminderit shumë. E di popte që ti po thën shumë domethënë, edhe kanë qef me diçe, me Amerikën. Çish e ki punën? Me Shtetet Bashkuara të Amerikës i kemi punë si hoxha me xhamatin. Ata folin na ja bojmë aminin. Çfarë thonë ata? Zoti kryeministër, se rundi dytë ka kryer, dalmi te pyetjet e tjera. Zoti kryeministër, a po e deklarojnë sakt pasurinë zyrtare politikë të ju? Është një çështje shumë e ndihshme për qytetarin, për opinionin e gjarë. Dhe këtu duhet potencoj qartë. Ja. Se qeveria ime dhe unë si kryeministër e Republikës së Kosovës këtu do të ketë zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Besoj dhe jam i sigurt se të gjithë zyrtarët politik dhe institucional të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe të shtetit të Kosovës do t'i tregojnë raportet e tyne, kujdesjet e tyne në buxhetin e Republikës së Kosovës. Si shtet funksional dhe i pavarur ndërkombëtar. Ashtu, zoti kryeministër, pendera ka me s'na shtatë kapi. Faleminderit. Se dhone. Faleminderit shumë. Zoti kryeministër, ju e keni prit me rritjen e rrogave, keni prish marrëveshjen e fondit monetar. Çka mund të na folni pak më gjendësisht që spaku ky popull ta din pak më gjendësisht për të diçka. Kam potencuar qartë. Edhe shumë herë të tjera. Ju e dini se ne jemi shtëpi e madhe. Jemi qeveri e madhe. Dhe ne për 50 herë asesi nuk do të prishëm me mësuesat. E sa për këtë fondit monetar ndërkombëtar, s'manin hiç. Sepse përshini vetë se jam i got, edhe kemi kompetencat, e kemi ekzekutivin, e kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bruxellin, Bashkimin Evropian, edhe etnoja në gjujt. Po çfarë zoti kryeministër? Zoti kryeministër kë vetë fundi nuk ka pas edhe shumë njohje në Kosovë. Domethënë sa ishte ministër i jashtëm Skënder Heseni ka pas. Tash ka ndërruar një sistem, ndoshta jo pse po ndoshta edhe njerëzit po pritojnë me të njoft, po pritojnë me bosh shnit madhe, ndoshta i ka tre shok, pritojnë me bodhë shok. Sa për njohjet, fërna pak për njohjet, sa për njohin Kosovën, sa janë pozitiv me njohjen Kosovën. Okej, mora pyetjen, mora informatën. Kosovën, deri me tani e ka njohur shumë shtete. Sa shtete me numër nuk e di. Shumë shtete, secila më shtet se shteti. Dhe unë jam i bindur se çush po vlojnë njohjet, çush po vinë njohjet, shumë shpejt Kosovën do ta njeh edhe Mitrovica veriore. Edhe Mitrovica? Veriore. Do ta njeh. Kryeministër diçka që komplet popullin është ka e PKP-n, edhe është ka lodh, edhe na ka lodh psiqikisht, edhe të kohën ky popull në mëngjes po pin besedin se për arsye mos me pi shumë po nervozohet. Arsyeja vetëm është dëgonat. Të pika 1 dhe 31. Shka më një më na fol pak, se kjo më bo një situatë shumë në nxehtë, që në pikë dimit na po dalim vetëm unë majica, se shumë nxehtë. Prej 25 korrikut. Korrikut tash. Ne, pjesën veriolet Mitrovicit, përkatësisht në Mitrovic, po vendoset rendi, qetësia dhe stabilitetin pjesën veriolet Mitrovicës. Doganierët, ta shetutje nuk do të kenë shpenzimet moja, nuk do të kenë as rrugë, as harxhimet mëdha, sepse ata po shkojnë punë me helikopter. Dhe ju e dini se në asnjë pjesë të botës kërkun doganierët nuk shohin me helikopter në përpunë, po ndodh vetëm në shtetin e Kosovës, në shtetin funksional që vepron pas standardeve ndërkombëtare dhe euro-atlantike. Aul, faleminderit. Zoti kryeministër, unë Kosovë e dimi shumë mirë që më kujtoj shtesë për palidhe me thonë para kamerë. Urdhër, jemi tapër, jemi transparent para opinionit, para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Unë ka pas komën e thime të tribobën në Gjermani. Garant se ka votuaj për mua. Po, me serios, faleminderit shumë. Zoti kryeministër, shka drejt që ka qëtë bre? Matje të më krua nuk e di, pësa allergjika nuk e di. Bëni kontroll. I kontroll të dentisti për kom. Ja, jem të qitë pikat huve për kom e dit. Zoti kryeministër, këve të funit që 3 vjetë mëj me thënë drejten, ka dal një parti e re që ka dalën pak, kjo parti është që mëj të thumi, ata kanë armi vetë vendosje, po më thëmë rëtulluse. Gjithë shka për rëtullon. Për rëtullon banesa, për rëtullon kamiona, për rëtullon. Shka me ndën një për vetë vendosjen, me vëtë madhe.
Tu duhet potencoj prap qartë. Qartë, apet, a? Apet qartë do me potencu. Se qeveria ka shprej mendimin e saj ndaj vetëvendosjes. Qashtë Ne, ju, ata ose ato, janë dëshmitar. Për amrave turqta. Se, Bajram Regjepi, trimov të vetëvendosjes, ju ka thonë ju shtin gjep dëvogel. Ndërsa une, vetëvendosjes ju thamë, nëse s'ju nëzan gjepi Bajramit, hajdit e une, se kemi gjepa dhe tjerë, ka Haredini, ka Deli, kemi tjerë. Ky përpora kon edhe humorisht, definitivisht, për ka kam rri me koni. Kushtet rrethonat e di politika, jeta politike. Që që kujtu e zëtë me thonë gjep dëvogel ashte. Je. Veç arru të lujnë gjepin ja bojt madhë. Jo, të luta, jo, sa ajo është i ka vesh. Zëti kryeministër të bëmi pak serios, ndashta është minimale për thëm ashtu për këtë popull tonin, ky popull joni thëm drejtën është ka dënë me ditë diçka për kur shans të rikë nuk po ka me ditë. Bisedimet me Serbinë. A keni bisedu me Serbinë? A keni thirrë me bisedu ata me ne? A po vinë ata me bisedu me ne? A nuk po vinë ata me bisedu me ne? A nuk po shkëni me bisedu me ta? A nuk po vinë ata me bisedu me na? A nashta nuk i lojnë edhe ata? E di se shumë po koklavitet kjo. Bisedimet me Serbinë do të jenë vetëm teknike. Qashtë? Nuk do të ketë bisedime politike për statusin e Republikës e Kosovës, sepse gjithçka është e kryer dhe e përfunduar me statusin e Republikës e Kosovës. Faleminderit shumë se ka ramje. Andaj nuk do të ketë asnjë hap, nuk do të ketë bisedime teknike me Serbinë. Qashtë, kërnjet. Vetëm politike. Kërnjet, veç teknike. Bën edhe praktike. Jo, do të ketë vetëm bisedime teknike. Po dhe jo, kur thati që isha amovi për përzinone teknike, ke thonë ti qashtë. Zëti kryeministër, kemi edhe disa pyetje këtu që do të shkojna. Unë nështë kërkej folje, për dje këmë bëkit farë, a përdin edhe nështë sa ma lajë. Unë të falenderej shumë që ke orë, dhe të falenderej shumë që për përgjithë shumë i sinqert. Kryeministër ty të mojnë menë edhe si, vëgël që jena edhe diçka familjarisht. Ky konë që ashtin, një mëllë kërë e ka morë, ka thonë unë e ku morë, një mëllë kërë e ka morë, ka thonë unë e ku morë. Për këmërë që të ka thith, pasha më thëmë qërti qëta që në botë rose, këty në herë, ku konë shumë i sinqert, nëse të ka thith nuk ta ka hup. Ka thith, ta ka hup, nuk ka thonë vëllat e me remja, për ka thonë të Sefia. Për këm pas thonë një natë këpë kvalitet, vendërt, mirë, për... Do të konsumu... Kryeministër, falenderit edhe herë shumë, se shumë herë thash falenderit që ke orë, për di që ti punë shumë. Unë e bile bona seri që sërë me mlja dikësh e kryeministër, hajde se për ti dikësh. Është një takim edhe... Për dolmi tash kryeministër të ati fete Jahjaga. Të përzgjidhe ati fetës Jahjaga. Kush e përzgjidhe ati fetën, që a me ndoni, a meritën me konë presidente, neve nga pilqen familjarisht ati fetja. Është grue mirë, din me najt, din me fëll, një frizur shumë të mirë, një fën. Neve nga pilqen familjarisht, bile dojve tëm shumë, se për më dhamë koma. Ne edhim, ju edini edhe Lady Gaga, se propozimi i Atifete Jahjagës ka qenë i postës, sepse ka ardhur me zarf. Ka vendosur posta, ka ardhur zarfa, dhe kemi vendosur si spektër politik që kemi një presidente. Themi të shkelqyshum gjithë rajonin. A keni raportet me Tomi dhe me thonë, a keni që shpja bëbret që ty në vjurve, qështu a? Kjo kështu. A keni raportet mira me Atifeta si presidente, sa kam rri me kalzu vetin si presidente Kosovës? Kam rri se në president ju është se ku më rrinë në alta, po kemi raporte bilaterale të mira, të shkelqyshme. So në niva që bëgjeti mobilet që a kalon, ta shpja merke se për martej ke dikran për shpis atë? Nuk e di për ato, ma mirë pëtë bëgjetin. Shikur se dira me se mene shumë seriese, nuk përdu me bo shumë seriese emision, a bëtin se është pak edhe sy me syz, a bëtin edhe pak se në ashtë ta dikush të spijaf shë syt që erdë, Zëti kryeministër dolem të jeta private. So është leka më një bën Hashim Thaçi? Më ke ngushtu pak, po... Unë i bajnë dikun 52 leka me gjithë Haredinin. Haredini i bë 35 për thua? I bojmë bashkë. Shumë mirë. Ushqimi preferuar? Ushqimi preferuar është buka. Buka? Thota me sheqer? Me kryp. Hashim, diçka që të ka ndodhur gjatë jetës, ministria, për kur je koni fëmija, kur je shku dikon aftë bësa, diçka? Këmë ngushtu në ashta? Kam shumë sprova një jetë, po... Gjatë jetës ka ndodhur mu bëk kryeministër, dhe më thonë me kalzën Kjo është cikli më i mirë. Në ato momentën e 2007-ën, kur jam bërë kryeministër, kjo është gëzimi më i madh, hareja ime më e madhe, sepse jam kryeministër i njohur ndërkombëtarisht, legjitim i Kosovës, shtet pavarur dhe demokratik të njohur nga shumë shtete, diku mbi 84 shtetet e njohura tash shtetin e pavarur të Kosovës dhe sovran. Shikus të nderuar, dhe më thonë, ke ishte e tëra, na falenderojna zëti kryeministër që ishe me ne, dhe më thonë, sa dhe pak me pyetjet tona, këna u përgjigj, sa dhe pak
sa kish mundësi. Domethënë e falenderojna gjithë juve që ishim me ne, mos e ndërni kanalin se do të ketë një film aksion shumë i mirë. Nuk e dia kë me kon Vandamja Bruslia, por kë me kon shumë i mirë, që kë më pëlqyer edhe juve. Këtë film mundi me kthyer për 18 vjet e nalt. Do të kryeministër mirë. Faleminderit shumë, do të kemi edhe emisione tjera. Faleminderit shumë. Do të thonë kryeministri kërcon me përgjigjet e veta shumë qellume. Me mua do të jeni edhe emisione tjera. Besoj që herën tjetër do ta kem Leonora Jakupin. Faleminderit shumë. Faleminderit.